Sot me datë 28 prill me fillim në orën 10 u mbajt konferenca për konceptimin e ligjit për zgjedhjet vendore, e drejtuar nga Ministri i Administratës Publike Mara Zhdukaj së bashku me ekipin e ekspertëve të cilët krijuan këtë koncept. Koncepti i ligjit për zgjedhjet vendore parashikon 6 pika. Pika 1, mbajtja e të gjitha zgjedhjeve lokale në të njëjtën ditë. Pika 2, futja e listave të hapura për zgjedhjen e këshilltarëve në kuvendet komunale. Pika 3, zgjedhja e drejtpërdrejtë e kryetarëve të komunave dhe zëvendësve të tyre. Pika 4, zgjedhja e drejtpërdrejtë e këshilltarëve të bashkësive lokale. Pika 5, depolitizimi, pra profesionalizmi thelbësor i komisioneve zgjedhore komunale. Pika 6, rregullimi i saktë dhe i qartë i marrëdhënies mes Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe komisioneve zgjedhore komunale. Për Televizion Bojnë, Ministri i Administratës Publike Mara Zhdukaj shprehet. Njerët falenderit për interesimin tuaj për aktivitetet e Ministrisë së Administratës Publike, siç e pat gjatë konferencës se ne prezentuam ligjin e posaçëm për veçëverisin lokale, në fakt ligjin e posaçëm për zgjedhjen e organeve të veçëverisjes lokale. Pra, deri tash ne nuk e kemi pasur këtë ligj, por ka qenë ligj i përgjithshëm, pse ne kemi prezantuar këtë ligj për faktin se kemi bërë analiza të ndryshme nga viti 2022 dhe ato analiza kanë treguar se kemi shumë probleme në veçëverisjen lokale, në funksionimin e veçëverisjes lokale. Dhe po ashtu kemi ndërmarrë masa konkrete për parandalimin e tyre, por këto probleme nuk mund të zgjidhen vetëm me masa që janë periodike. Andaj kemi formuar grupin e punës, unë personalisht të ekspertëve, për të prezentuar një reformë që janë shumë rëndësishme për veçëverisjen lokale, pra për komunat në Maltëzi. Është një reformë që parasheh të gjitha zgjedhjet në një ditë. Ju dini edhe vetë sot se Malizi është shtet i vogël, vetëm shtet në rajon dhe më gjerë që kemi më shumë se 5, 7 e 10 procese zgjedhore gjatë një viti. Gjithkund në rajon e Europë janë të përcaktuara në një ditë, që janë shumë rëndësishme, sepse qytetarët nuk duhet të lodhen me çështje politike, por të merren me çështje që janë të rëndësishme për zhvillim, për ekonomi, për digitalizim e të tjera. Po ashtu ne këtu kemi paraparë zgjedhjen e drejtpërdrejtë të kryetarëve të komunave dhe nënkryetarëve. Pse? Sot e kemi një zgjedhje që nuk është as pak e mirë, pra analiza ka treguar këtë shumë qartë, për faktin se shumë kryetarë të komunave ose nuk kanë marrë pjesë, ose nuk kanë nevojë të marrin pjesë fare në zgjedhje për të bërë kryetar. Dhe lind pyetja se kush është i pari i një vendi, pra është kryetari i komunës. Po ashtu kemi rregulluar pra me ligj që të jenë listat e hapura, që qytetarët të zgjedhin 5 kandidatë të një liste të caktuar. Së pari votojnë listën apo partinë, e më vonë janë 5 kandidatë që në listë ata i përcaktojnë se kush janë më të mirët për t'i përfaqësuar ata. Pra jo si kemi tani listat e mbyllura dhe partitë caktojnë dhe emërojnë kë duan ato. Po ashtu kemi propozuar zgjedhjen e drejtpërdrejtë të bashkësive lokale. Është një problem shumë i madh tek bashkësitë lokale sot, e dini ju vetë, sidomos në komunën e Tuzit, edhe mbas sa viteve që kemi themeluar komunën, kemi shumë bashkësi lokale që nuk janë konstituar ende. Kjo ka të bëjë kryesisht me edhe depolitizimin e krejt administratës. Fokusi veçantë, si e thash, është në veçëverisjen lokale. Veçëverisja lokale është themeli, është baza e çdo administrate dhe përveç kësaj një tjetër çështje që është kryesore është depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Sot komisionet zgjedhore i kemi par excellence politike. Depolitizimi i tyre është shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen e procesit e jo vetëm por për edhe zgjedhjet përfundimtare. Po ashtu ne me këtë koncept vetëm se përcjellim një mesazh të qartë, një mesazh që është i sinqert dhe është në një farë mënyre
ndihmë Këshillit të Parlamentit për zgjedhjet e përziershme, pra për zgjedhjen e deputetëve dhe këshilltarëve. Duhet potencoj në fund se kjo është një reformë e domosdoshme që tani na pret për integrimin në Bashkimin Evropian. Ne vazhdojmë dhe në procese të tjera dhe ky është momenti që të ftojmë ata ta përkrajnë këtë ide sepse është reformatore e ne jemi të gatshëm që tu ndihmojmë atyre në procese të tjera. Për formimin e këtij koncepti, a është konsultuar Komisioni i Venecias ose ndonjë trup tjetër ndërkombëtar? Absolutisht. Ne në timin që kam formuar është një nga antarët është profesor doktor Srdjan Darmanović, është antari i Komisionit të Venecias, jo vetëm Komisioni i Venecias, por edhe Komisioni Evropian edhe Këshilli i Evropës. Pra edhe ne kemi një konferencë shumë të rëndësishme së bashku me ambasadorin Saçner që do të flasim për këtë koncept ligjor edhe për disa projekte tjera që na paraprin. Duke bashkuar të gjitha zgjedhjet lokale në një ditë, a rrezikon që çështjet specifike të komunave të vogla të humbasin debatin politik kombëtar, pra në rrethin më të gjerë? Absolutisht që jo. Nuk ka asnjë debat. Nuk ka një argument që e demanton këtë. Në fakt, kjo është koncentrim në çështjet kryesore të veçëverisë lokale, për secilin komunë vetë. Pra, se kur janë të gjitha zgjedhjen e ditë, edhe përfshirja politike e politikanëve të nivelit të lartë do të jetë në minimum. Për arsye se nuk mund të ndahen në çdo komunë sikur se ndodh tani, pra, dhe kjo çështje është par excellence politike, që vetëm se është në të mirë të qytetarëve dhe në një farë mënyrë procesin zgjedhor e bën shumë më transparent dhe më ekonomik, sepse zgjedhjet të organizohen 5 ose 7 herë në vit, ato kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Në rast mosmarrveshjes midis Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Komisionit Komunale, cili mekanizëm do ketë autoritet që të ndërhyjë dhe sa shpejt do zgjidhen këto konflikte nëse krijohen? Ne me ligj, pra me këtë koncept, me këtë ide ligjit e kemi definuar qartë këtë çështje. Pra nëse Komisioni Zgjedhor Lokal nuk e kryen punën në përputhje me ligjin, Komisioni Shtetëror i merr kompetencat dhe kryen punën e tij. Pra kjo është shumë e qartë. Pra të gjitha këto modele janë të aplikuara dhe janë modele që me dekada përdoren jo vetëm në Shtetet e Rajonit, por edhe në të gjitha vendet e pak a shumë të Bashkimit Evropian.